Shikues, u rikthyem nga bloku i marketingut. Jemi në kuzhinën time më dashur dhe këtu kemi enët. Këtu realisht nuk janë pjata, janë si lloj tave tepsie, po do duken më bukur këto kroketat klasike të Brazilit, Borinho di Arroz, nëse po e them mirë. Ta marrim këtë dhe ky është marketi i anës. Nga Migros Grupi me produktet më të mira italiane në treg. Çka do të marrim? Do të marrim orizin, do të marrim skotin. Do të marrim skotin, të cilin e kemi zier më herët. Vajin më të mirë italian, monini nuk po e marrim sot, sepse këto kroketa piqen me vaj lule dielli. Atëherë, enën do ta lëm anash. Dhe me këtë oriz, sot do të gatuajmë kroketat klasike të Brazilit, të cilat i kam hangër 2-3 herë në atë restoran që më ka pëlqyer shumë Buzdetit. Një restoran klasik me shumë gjelbrim dhe vetëm drunj, stil i portugezve. Kështu që kam knatësi që sot juve shikues që do të agjeroni, që të ambani Ramazanin, ta nisni si kafshat fillimisht, si snack që thonë Amerikanët, kur të vinë mysafir, t'i befasoni me këtë kroket me oriz, dhe me shpresën që edhe rovenës do t'i pëlqeja, sepse do t'na vi unë sot. Pra, orizin arborio nga skoti, e kam zier më herët shikues. Kemi pra këtu oriz, ku e leni që të ftohet, jo e nxehtë, kroketa do t'a zini dhe t'a leni ftohet, ose në qoftë se ju ka ngelur oriz nga gjella e djeshme, dhe nuk dëshironi ta hudhni, ja pra ideja fantastike për kroketat braziliane. E kam thënë në Instagramin tim, kur i kam postu, kam thënë 100 herë, jo 100 herë, 1000 herë më të mira se arancinit sicilian. Çka kemi këtu? Kemi 2 vezë, krejt në varet sa keni oriz. Nëse keni oriz më pak, shkoni me 1 vezë. Dhe do të përdorim 2 vezë, kemi majdanos të freskët, kemi qep të reja, kemi 2 lloje të djathrave, kemi parmezanin dhe mozzarellën. Kemi pak qumësht, kemi 3-4 gram gjalp të shkrier, kemi mielin dhe kemi pluhur për gatim. Tërë pa humbur kohë, po fillojmë që të gatuaj kroketat tona. Ju nevojitet një lopat luk, çka do që keni. Po nisim me vezët, do të vendosim 2 vezë. Do të vendosim majdanozin, qepën e re, parmezanin, kam djerë shumë, mozzarellën, gjalpën e shkrier, ja kështu, pluhurin për gatim. Qumshin edhe mielin ende nuk e kemi vendosur. Fillimisht do të fillojmë ta përzijem kështu mirë e mirë dhe të shohim sa e kemi masën kremoze. Dhe do të shkojmë me piper të zi, të freskët së gjithnjë. Tani, do të vendosim se po e shoh, ja, do ta shihni sepse oriz kemi tepër, kështu që unë kur ta kryej emisionin, këto ja paketoj rovit, edhe rovi e merr në Tiranë, ja pjek mamit. Tani, do të vendosim pak qumsht, se po e shoh që ende është materiali trash. Ja, do të vendosim qumshtin. Okej. Tani, bashkë me qumshtin, po të vendosim edhe pak miell. Edhe pse orizi është vetë miell, po receta është ashtu, domethënë po shkojmë 100% me recetën nga Brazili. Ja. Do ta vendosim edhe këtë qumë që më ka ngel, edhe me një pikë miell. Ja. Duke e përzi e kuptoni masën se është fiks. Për 1 minutë jemi gati dhe do t'i pjekim
kroketat tona. E shini sa e letë, 3 minuta punë. Ja, pra. Atëherë, këtu e kemi një salcë pikante. Nuk është vetëm pikante, por është edhe e ëmbël. E ëmbël sweet chili, ja? Që ashtu e kanë servu në restoran. Këto krokante, e i ngjysha, i hajsha. Arsyeja, pse e vendosa në mes është që pastaj kroketat do t'i bëjmë si djellë, si lule. Atëherë, tenxhere kemi vaj, na është nxe vaji, dhe këtu afër meje kanë 2 lugë shikues. Pra, duke ndihmuar luga njëra tjetër, do të fitojmë format dhe do t'i pjekim, ja kështu, marrim, mbushim mirë, ja, cake, apo i pjekim, hajde po i pjekim. Pra, do t'a përsëritim vetëm edhe një herë, do t'ju tregoj si ishte. 1, 2. Shtu një pak më prish. Ta provojmë, a bën? Sa s'na ka ardhur rovena? Ja pra, shifeni. Keni brenda mozzarellën, ja keni 2 lloje të djatmave. E qy pak. E kemi sweet and chili. Hajtë shohim, apo ngjason shija si në Brazil. A ti ka dhënë diçka shikues? Pa modestim. Ma mirë se në Brazil. Më lumë shindurt. Cake, po jap cake. Hajde cake. Hajde cake. Bja. Hajde cake. Ta ndëgjojmë cakin apo i pëlqen. Cakit kur si pëlqen 5 pare si jep. Perfekta. Përrebe? Shoni. Keri me u shkri shikut. Kroketat me orizi kemi gati, na ka tepru, këtë thash do t'ja paketoj Rovenës me i marrë në Tiranë. Thash, keni tëftuar, edhe 2 ditë jemi në Ramazan, do një enë më të madhe, salcën pikante, të ëmbël pikante kemi këtu. Kroketat nuk na dalin të mira, dreka, ushqimi nuk na del asnjëherë i mirë, qofse produktet nuk i kemi të mira. Si gjithnjë, me orizin më të mirë italian, Scotti. Lumne që i kemi produktet italiane më të mira në vend i gjemë, falë Migrosit pra, Supervivës, i gjeni në gjitha marketet, e përdoni llojin Arborio. Pa humbur kohë, sepse Rovena sas na ka ardhur, unë mendoj që të fillojmë dhe t'i vendosim kroketat në enë. Ja kështu. Me ndihmën e pincetës. Do ta krijojmë një lule. Vav, shikus. O nuk e keni idenë çfarë arome po vjen. Keti kisha fshi që tash që shko marrë dhuntë. Për atë zot je talent. Kamera. Të kam zili që gatuan veç mirë.